الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله عز وجل لافdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, ato të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij, nuk ka kush që humb, ndërsa ato të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e tij, nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok dhe rival. Dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ai shpikurën e fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat, risi, çdo risi që në humbje, çdo humbje që në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ia kem frikën e Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert, dhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ia kem frikën e Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, dhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është një të keqen, mirë po të sillen me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Në një ditë, një prej njerëzve e kishte emrin Abdullah bin Amr, po pyetet se si përshkruhej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Tevratin e tyre, Tevratin e hebrejve jehudive. Dhe po përgjigjet dhe po thot se parafërsisht shumë prej sifateve, cilësive që janë përmendura në Kur'an për të, i gjenim edhe në Tevrat. Së është i dërguar i Zotit, së është lajmërues dhe qartues, së është për atyre personave që i mbështetet Allahut Azza wa Jall, që është i afërt me dobtin, i cili nuk është as i vrasht, as i egër, i cili nuk bërtet në përtregje, i cili nuk e kthen të keqen me të keqe, mirë po falë dhe të i kalon, i cili Allahu Azza wa Jall nuk do t'ja merr shpirtin përderisa mos t'i udhëzon popullin e devijuar me fjalën la ilaha illallah dhe mos t'i qel ata sy të verbër, ata vesh të shordhër, ato zemra të mbyllura. Kështu të përshkruan ka Abdullah bin Amri, se si kishte qenë përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Tevratin e tyre. Parafërsisht realiteti i njerëzve, sidomos kjo e fundit, se me të vërtet njerëzit janë të verbërt ndaj të vërtetës, janë të shordhër ndaj udhëzimit, i kanë zemrat shpesh të prangosura dhe nuk e din se çka është e mira dhe çka është e keqja, përderisa nuk ka lejuar Allahu Azza wa Jall që drita e fesë dhe pejgamberllëkut dhe shpalljeve të ndriçon tokën dhe thjesht t'i nxjerr njerëzit prej errësirës në dritë, prej të vdekurën në të gjallë, prej jetës e cila nuk ishte kurfar domethënë arsye dhe qëllimi në një jetë të lumtur me qëllim. E këto na lind daje pyetja se çka kanë njerëzit nevojë për pejgamber dhe shpallje nga Allahu Azza wa Jall.
A ka mundësi mendja, logjika njeriut, njohurit, kultura e tina që me u pavarësua mos me pas nevojnë në shpallin nga Allahu Azza wa Jall? A ka mundësi njeriu me dhonë përgjigje pyetjeve që gjithmonë sfidojnë se kush e krijoi, pse u kriju, ka po shkon e kështu me radhë? A ka mundësi njeriu me u pavarësua edhe thjesht me mbajt drejtësi, edhe me i rregullu raportet shoqërore, edhe me pas mbarvajtje të jetës këtë botë, sikur mos me këm pas shpallje nga Allahu Azza wa Jall. E që gjitha këto arsye nuk jep përgjigje të denjë, përgjigje të saktë, përgjigje të pakomplikuar që nuk duhet me konë shumë i shkollum, me i kuptu, vetëm se feja, vetëm se shpalljet, vetëm se pejgamberët. Pra thjesht, çështja e parë, ajo se njeriu nuk ka mundësi me njoftë krijuesin e vet, vetëm se përmes shpalljeve. Mirë, po ka mundësi para kësaj me na pyet dikush po çka ka nevojë njeriu për krijuesin fillimisht. Po nuk rahatohet zemra e insonit pa njoftë krijuesin. Ti mundesh me mush atë me tuli far logjike, me tuli far ideologjie, me tuli far përgjigje që ti mendon se faktikisht me te ke gjetë vërtetën. Mirë, po kësaj ke i gjasën se ai mjeshtri i cili ndonjëherë nuk i ka ato pjesë adekuate e mundohet me i improvizu gjërat, edhe është që e provon të parën, s'pi bjen tamam, e provon dytën, s'pi bjen tamam, e provon tretën, e ka herë bën zarar më tepër se ne, derisa të e gjon atë pjesën që është adekuate, nuk ka mundësi me rregullu. E njëjta është ajo çështja për punën e zemrës. Zemra e njeriu, vëllezër të nderuar, nuk ka mundësi më u qetësu, nuk ka mundësi më u rahatu, nuk ka mundësi me u ushqyje edhe me mbjetu pa i ra tamam që ajo thjesht që është për ta. E ajo që është për ta është me njoftë Allahun Azza wa Jall, edhe me besu atë, edhe me ditë se çfarë lavdëmadhërie ka krijuesi Allahu Azza wa Jall, dhe se me çfarë cilësisë duhet me besu atë, çka duhet mja mohu atina, thjesht këto përgjigje njeriu nuk ka mundësi me gjetë vetëm se përmes fesë. Se për ndryshe ne e dim për një historisë njerëzimit, njerëz kanë besu besime të ndryshme, dikush e ka mohu Zotin krejt, dikush ka adhurue ma tepër se një Zot, gure, drue, kështu me radhë, dikush e ka adhuruar dhe shejtonin, dikush faktikisht është mahnit me pasurinë dhe pushtetin e tij dhe ka filluar edhe vetes me thonë se jam Zot. Thjesht gjitha këto lajthitje dhe devijime kanë ndodhur njerëzim, edhe shumica prej tyre nuk është që s'kan pas mendje, e si në kanë të meqë me s'kan pas dituri dhe njohuri. Mirë, po nuk kanë mjaftue, realisht se kanë pas që dritën e shpallive dhe të pejgamberve që Allahu Azza wa Jalla ka dërguar me të. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Dhe kemi dërguar dhe pejgamber të çdo popull që me adhuru vetëm një Allah edhe me largu besimeve të kota. Realisht këtë vërtet dhe këtë realitet njeriu nuk ka mundësi me arrit as me mendjen, as me logjikën, as me përvojën e njohurit e tina, vetëm përmes shpalljeve dhe pejgamberve. Kjo është e para. E dyta, vëllezër të nderuar, s'ka njeri që se prekupojnë pyetjet se kush e ka kriju. S'ka njeri që se e mundon vetja pse na on këtë botë. S'ka njeri që s'mendon sa ta të vdekurit tonë që për i përcilën ato vorët e fundit, a me kaq po përfundoi ka jeta, po na mundu me i mohu gjërat, mi po vetë fakti se i respektojmë të vdekurit, edhe i lajmë, edhe i qefinosim, edhe mundohëm ja batë semonin edhe ndrimin maksimal, edhe në fejnë tonë e dim se një ashtë mja thyt të vdekurit, dhe si mja thy një ashtë të gjallit, edhe zbën me shkel mi vorët të vdekurit, e kështu më radhë, thjesht na gjithë e dim se realisht kjo punë nuk po përfundon me vdekje. Mirë, po përgjigje, ai cili nuk e ka dritën e shpalljeve të Allahut Azza wa Jall, ai cili si ka mësimet e pejgamberve, s'ka mundësi mi u dhonë. Kush na ka krijoi? Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun? A janë kriju për asgjëje, apo e kanë krijuar veten, apo na ka krijuar Allahu Azza wa Jall neve dhe çdo gjë që është këtë gjallësi? Për çka na ka kriju? As nuk na ka pyetur kur na ka kriju, as nuk na pyet kur do të vdesim,
Mirë po dhe këtë pjesën që ne e kalon të lirë, ka thonë që t'ja dedikojmë ati cilin ne i ka këto pundor. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dhe nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit vetëm se të madhërojnë. Mirë po dhe me vdekje nuk do të përfundon asgjë, edhe pse disa pretendojnë gjë të tillë. Za'ama alladhina kafaru alla yub'athu bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Kam pretenduar ata se s'kan besu, se nuk kanë murin gjallë. Po pasha Zotin tim kanë murin gjallë dhe kanë mu informu për çdo gjë që kanë vepruar këtë dunjë, nga se për Allahun azza xhel është një çelësh e tillë shumë e lehtë. Pra thjesht këtyne pyetjeve që mundojnë çdo njeri, sado që mundet me qenë arrogant, edhe kryneq, edhe me njerëz debate, më mundohet me tregu se ka gjetë zgjidhje, apo nuk i interesojnë fare. Mirë po më vetën që vatmohet dhe qëtë kokën i astakën e ti, e fillojnë me i njësil gjërat për kokën e ti, pa tjetër se kanë mijarë të pyetje, e që nuk kom i gjetë përgjigjet letë, në që se nuk e ka dritën e udhëzimit nga Allahu Azza wa Jall. Çështje tjetër dhe treta, vëllezër të nderuar. Njerëzit Allahu Azza wa Jall i ka krijuar që me jetu në shoqëri, me kon social, mos me kon vetëm. Edhe me pas njerëzit, domethënë, nevoja për njëri tjetrin. E këto nevojat janë të ndryshme, ndonjëherë qëllimet janë të ndryshme, ndonjëherë aftësia të kuptuarit është të ndryshëm, edhe mundësia reale me ardh ndonjëherë deri te konfrontime shumë real. Edhe ne e shohim këtë për çdo ditë. Besa edhe në familje që është një rreth i ngushtë, e shohim që thjesht bashortë e ka mendim tjetër, fëmijë tjetër na tjetër, prind tjetër na tjetër e kështu me radhë. Qëllime, interesa, domethënë të menduar, ide kështu me radhë. E zakonisht qofse s'ka diçka që është përmbi këty interesave, këtyre qëllimeve, këtyre të bot kuptimeve, që thjesht është ndarës, edhe i ndonë senet, edhe i sqaron senet, edhe i gjykon senet, nuk ka mundësi njerëzit me jetua, domethënë jetë lumtur. Pra s'ka mundësi njeriu me pas drejtësi. Nuk ka mundësi njeriu me i rregullu raportet shoqërore, qofse nuk e ka përqafu dritën e Allahut Azza wa Jall, mësimet e tina, udhëzimet e tij. Sa shoqërit e civilizimet realisht kanë jetuar, besa dhe jetojnë kuën tonë, që thjesht ndonjëherë dojnë edhe me sfidu fuqinë dhe diturinë dhe përsinë e Allahut Azza wa Jall, duke shpikur ligje edhe udhëzime të ndryshme, gjëja me i rregullu raportet. Mirë po kohë pas kohë, dështimeve mas dështimeve, prapë po duhet më kthyn ata që thjesht kanë thirrur pejgamberët dhe librat e Allahut Azza wa Jall, nga se nuk ka shpëtim për njerëzimin, nëse nuk e kthehemi mësimin e drejtësisë Allahut Azza wa Jall. Edhe e fundit, vëllezër të nderuar, një prej arsyeve që Allahu Azza wa Jall ka dashur me dërgu pejgamber, është se nesër ditën e gjykimit çdo njeri do të ballafaqohet me atë që ka vepruar dhe ka besuar. Edhe i sheh, vëllezër të nderuar, që shumë njerëz mundohen me hedh fajin të tërkosh, se thjesht na kanë devijuar ata paria jonë. Ata të thjesht i këna qitë për para dhe i këna bë priston, i këna marrë irnek dhe modelet tona, ata i në qenë sebeb. Disa mundohen me gjetë arsye se realisht, o zëtë këthena veç edhe i herë në këtë dënjo, se s'kena me konë ata që i na konë. Mirë po asë njerë nuk e gjanë, ndë njeri që këmë arë nesër në ditën e gjykimet, me thonë se nuk e këmë ditë të zëtë, s'ne ka ardhë kjo lajmë, si më qenë të informuar, nga se njëra për arsyeve pse Allahu Azza wa Jall ka dërguar pejgamberët rusulen mubashirin wal mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allahu Azza wa Jall ka dërguar pejgamber edhe lajmëtar, edhe tregj vrejtjes, që mos me pas njerëz argument nesër në ditën e gjykimit. E ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se s'ka kush që e dën arsyeën më tepër se Allahu Azza wa Jall. Nuk ka kush që dën më ngrit diku në argumentin që thjesht nesër ditën e gjykimit mos me pas arsye më tepër se Allahu Azza wa Jall, e për ata ka dërguar pejgamber, e ka quar shpallje që nesër njeriu mos gjej argument dhe arsye me thonë se s'kam ditë Zot, s'kam ditë çka është Kurani, s'kam ditë çka janë pejgambert, e s'kam ditë çka është udhëzimi. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه Vëzër të nderuar, kur Allahu Azza wa Jalla dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Mekë të Kurejshitët të Mekas, edhe thjesht e përgënjeshtruan dhe mohuan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lipte zgjidhje tjetër, që thjesht ndoshta nëse refuzojnë Kurejshitët, do të jenë ndonjë festë tjetër apo ndonjë popull tjetër që të e pranon. Edhe i thriste fiset të ndryshme, prej tyre ishte një Benu Shejban, të cilën e thriste ashtu siç i ka thirrë dhe Taifin, edhe ehlën dëmon banorët e Medinës e kështu me radhë. Edhe rastis më u taku me një njeri kishte me Fruk bin Amrin, edhe për e thret në Islam që me dëshmua shahadetin se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguari i tij, e ai e pyet se me çka të ka dërguar Zoti. Përveç kësajna e për të regon se jam i dërguar i Allahut Azza wa Jall, se më kam penguar me kaset me çukat e mënet në rrugë të Allahut Azza wa Jall, edhe fillon më lexu disa jete suratul An'am, që mos më adhuroj askën tjetër përveç Allahut, se mos sill me mirë me prindërit, se mos më myt e vladët për shkak të frikës varfrisë, se mos më myt njerëzit domethënë të pa hak, se mos më largua, mos më afrua sa të bamaralshme imorale, qoftë ato të hapura apo të fshehura, e vazhdon duke i treguar se Allahu Azza wa Jall ka mësuar që mos t'i afrohet njeriu pasurisë të jetimit pa hak, që mund drejtësinë peshore, që kur fol dhe të fol drejt, edhe nëse është domethënë me tafërmit e tij, e mori domethënë ajeteve, e pasi po i përfundon, e po thotë e me diçka tjetër, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po vazhdon akoma pe i tregon se me çka ka dërguar. E pe tyre pe zgjidhur ajetën që ne shpesh hetojmë në hutbë, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, yani la'allakum ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu Azza wa Jalla me drejtësi, urdhon me drejtësi, me bamirësi, jo domethënë me ju ofru ndihmë jetimit, mu largu nga senet të pamoralshme, nga zullumi, ju përkujton me to që thjesht ju të ndalini. E kur i dëgjëm këto këshilla që thjesht më të vërtet çdo njeri i shëndosh kur i dëgjëm këto sene, e din se nuk janë çështje që i dëgjëm rastësisht apo i gjën për çdo ditë. Mirë po e kanë një adresë dhe kanë një burim qellohen nga Allahu Azza wa Jall. E thot të përbuzur e të mirë janë ata që kanë refuzuar se me gjëra të forta dhe me gjëra të mira pas ka ardhur. Nga se kjo është mesazhi, kjo është thelbi, kjo me që kanë ardhur pejgamberi Allahut Azza wa Jall. Thjesht me adhuru Allahun Azza wa Jall dhe me njoft atë, mirë po atjen të afërt me njerëz, mos ju bëjmë padrejsi atyre, sillni mirë me ta, të ndihmojnë të varfrit, të ndihmojnë jetimit, e kështu me radhë gjëra që realisht jo shpesh i dëgjojmë, jo shpesh i domethënë nxitemi me to, përveç ai i cili është i ndriçuar me dritën e Islamit, e lutim Allahun Azza wa Jall që ne të jemi prej atyre që Allahu Azza wa Jall na ka përudhur me dritën e Islamit, me dritën e mësimeve të pejgamberëve dhe shpalljeve të Allahut Azza wa Jall, që e dim ja dhon hakun edhe Allahut Azza wa Jall, mirë po dhe njerëzve edhe vetes tonë, duke mos e përlyer me mëkate, lutim Allahun Azza wa Jall të na fal neve, të fal prindrit tonë dhe të fal këtë musliman në përgjithësi, lutim Allahun Azza wa Jall të na ruaj neve dhe shoqërinë tonë dhe vendin tonë, lutim Allahun Azza wa Jall që të na udhëzon neve, familjet tona, lutim Allahun Azza wa Jall që të përmirëson gjendjen e muslimanëve në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وآتنا
ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.